Komisioni i Ekonomisë u përfshi nga debatet në lidhje me nivelin e borxhit publik. Opozita akuzoi qeverinë se ka marrë borxh vetëm për shpenzime. 63 edhe 5, 68. 68 ke 73 janë edhe 5% tjera. Ku kanë shkuar parat? Kjo është pyetja. Jo, borxhin e kemi sot, e kemi 73%. S'ka mundsi. Edhe me fish ndoshta mundsi. Apo? Kjo është pyetja. Pra, është marrë borxh për të mbuluar shpenzimet. Ministri i Financave e kundërshtoi këtë fakt duke deklaruar se borxhi i marrë ka shkuar për investime dhe për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Për 194 miliard lek nga 130 që janë mbuluar me huat marrë. Pra, nuk ka mjaftuar huaja as edhe për investimet, lemo të shlyerjes dhe detyrimet e fshehura. Diskutime në komision pati edhe për nivelin e kontributeve shoqërore për bizneset e vogla. Biznesi i vogël do paguaj djali për babai për djalin, babai për motrën, babai për gjyshen, babai për këtë etj. Mundet, zoti ministër? Jo, është për vete. Opozita kërkoi shpjegime për mungesën e 2 drejtoreve në komision në një kohë që mos realizimi në dogana dhe tatime është i lartë, ndërkohë kreu i komisionit shpjegoi se përfaqësimi ka qenë më i lartë pasi ka qenë prezent ministri. Kështu që bazuar mbi këtë, kërkesa jonë është legjitime, të paktën drejtoresha ishte këtu dhe u largua. Qeveria planifikon që për vitin e ardhshëm të ulë nivelin e borxhit publik deri në 70.9%.